Mo reflektuar. Pasapori i hopëm na, me krejt që organizata ndërkombëtare, me BI, me SHBA, kush u mërzit për atë punë, as qytetarë, nuk e kanë dëshku kërkën. A di se e ki në rrezik Kosovën, në kofë se do përmend, në kofë se vazhdohet që është që komplet është në rrezik. Po ne po pajtojnë si është në rrezik, po këta nuk jenë të, këta nuk është i brin ndërzezja për atë punë. Për fat mirë, vetëm Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian e Nalës u propozua dhe zhvillimi i kapitullit 3 të negociatave të Serbisë për integrim në Evropë. Shikoni, ndërsa askush se përmeni çështjen e Kosovës. Edhe kishte samiti NATO-s. Natyrisht ne kemi aspirata më integru. Askush nuk e ka diskutuar. Në anën tjetër, a di pse se diskuton? A di pse se thot një shtet i cili nuk është në gjendje, me konsolidu institucionet e veta. Përveç institucioneve i kena refuzuar dhe na kon shteti vetëm me sanksione në Evropë përveç Gjergjie. Na ja kena këty qysh me thonë shkelmat politik, bashkimet evropian, edhe dhe i dikojnë edhe SHBA-s viteve të fundit fatkeqësisht. Edhe shtetet e bashkuara s'pëdojnë me emëru ambasadër Kosovë, se sa janë mejt me në zyrtarat jetë ambasadës i ushtren që detyrën e ngarkume me punë. Dhe me thonë, ata kanë hik dur për neve, na kanë hik për agjendës momentale, na dhe krejt qëtu veprime me bojena shumë prapa, edhe kena me posë vështirë me nëzën hapin që tu ku duhet në shtetet e rajonit. Krasniqi, për të vazhduar edhe me diskutimin e fundit për sot gazi amerikan.